kam paguar një trajnim shumë të shtrenjtë. Dhe i them që si të bëj që mos marr të gjithë streset e mia, hallet e mia, problemet e mia në shtëpi. Po. Më marrë tha, ka zgjidhje. Si ka zgjidhje? Ka tha. Ja je I gatshëm që ti ta pranosh atë gjë se. Është patjetër që po, sepse unë gjithkohës në shtëpi me probleme, me halle. I çoj të gjitha, po. Në shtëpi, të dera e shtëpisë, të marrësh frymë thellë. Dhe bëj yoga të dera, para se të futesh dhe thuaj, fute në botën e fëmijëve, fute në botën e gruas dhe lej çdo gjë çfarë është puna lej të dera, kalo tani në atë botë tjetër. Okej, unë më të shko ta kuptoj. Po ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë këtë gjë. Mu funksionon shumë mirë, sepse unë ku jam as dite, jam vetëm me fëmijët, jam vetëm me gruat dhe nuk merrem fare, po fare, jo se nuk do t'ja di çfarë ndodh, po që jam aty 100% me ata. Bën fëmijë, los me vajzat, me gruan mund gjej kohë shumë gjëra të bukura që mund të bëj, gjej kohë me miq, me shok, edhe kjo që funksionon. Por duhet kalosh shumë etapa në jetë për të arritur ta kuptosh atë gjë. Ky episod është sponsorizuar nga Alp Pastrim. Alp Pastrim sjell inovacion në fushat e pastrimit dhe mirëmbajtjes. Thjesht jeto më mirë. Faleminderit Alp Pastrim që suporton promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri tek Podcast by Xhulio Radi.